Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tuaj të preferuar Gatime për fillestar. Sot do përgatisim një bakllavë shtëpie të ngjashme me stilin tradicional të Sarajlive. Tani fillojmë me përgatitjen. Së pari i bashkojmë përbërësit e langshëm. Fillojna së pari me ujin, pastaj pak vaj dhe gjithashtu do të hedhim dhe uthull që të na ndihmojë për hapjen e pitave më shumë. Pastaj shtojmë kripën tek mielli dhe do t'i kalojmë gradualisht tek enat me ujë, të cilin e kemi mbushur më parë, me vaj dhe uthull, dhe kështu do të vërzimë derisa të formojmë një top të butë. Brumin e kemi gati, por do ta punojmë së pari mirë, do ta formojmë një top ku do ta lëm pastaj të pushoj për 1 orë e gjysmë deri 2, sepse aq më shumë sa të rritë të pushoj, aq më mirë do të na hecin petat, ose përndryshe aq më mirë do të mund t'i hollojmë petat. Normalisht kjo recetë përgatitet me ora, por mu personalisht nuk më pëlqen shumë, prandaj sot kam vendosur me përdor një alternativë tjetër. Këtu kam përdor ora të grira dhe fruta, përndryshe si t'i quajmë ndryshe, që japin një shije shumë të mirë dhe pak më ndryshe se që jemi mësuar t'i shijojmë më parë. Tani vazhdojmë me përgatitjen e mbushjes. Fillimisht i grim pak me thikë që të janë më të emta dhe më të lehta për t'u shpërndar. Pastaj i kalojmë në një tigan dhe së pari i hedhim 2-3 lugë gjelle vaj dhe do t'i përzim lehtë derisa të marrë një ngjyrë pak më të mbyllt, por tek puna vajit do të kontrollojmë, sepse ndoshta do t'na duhet pak më vonë edhe 1 lugë gjelle, sepse këtu nuk duhet të jenë të thata, duhet t'i bëjmë pak më të langshme, kështu që me siguri do t'na duhen deri në 4 lugë gjelle vaj. Dhe gjatë fërgimit normalisht që këtu do të marrë një shije pak më të hedhë, dhe për me ndriç shijen do t'ja hedhim një sheqer vanile dhe gjithashtu do t'i shtojmë lëvore limoni, të cilin e kemi prerë shumë emët. Dhe brumin e kemi gati, ka pushuar mjaftueshëm. Do ta zgjasim kështu, siç po shihni edhe në video, dhe do ta prim në 13 copa ku do ta formojmë në kuleç të vëgjël.
Kulet e vegjël I kemi gati, tani do fillojmë do t'i hapim mesatarisht, jo shumë të mëdhenj, por së pari duhet t'i fusim në një seshte dhe gjithashtu do t'i hedhim një seshte edhe gjatë hapjes. Hapjen do t'a bëjmë tani për herën e parë mesatarisht dhe pastaj do t'a vazhdojmë t'i rrisim më shumë të mëdha, kështu që ndiqni videon. Hapja e petave mesatare ka përfunduar, do të fillojmë të zgjasim më shumë, por mos harroni se këtu nuk tolloni nga 1, do t'i tollojmë nga 2-3 së bashku ose deri edhe në 5. Mund të shkoni që ta kemi më të lehtë dhe më të shpejt procedurën. Harrova të cek edhe një këshill shumë të rëndësishme për tollimin e petave. Petat duhet të tollohen shumë holl ose përndryshe siç thoshte dyshja ime, petat duhet të tollohen ashtu sa të duken sikur flet duhani. Ko më parë që I kanë përdor ato fletat për duhan, janë kanë të dukshme, shumë të holla. Pra edhe gjithashtu edhe petat e baklavës duhet të tollojmë aq shumë sa që të duken sikur flet duhani të holla. Tani do të na duhet diku tek 70 gram buter, do ta shkrim dhe kur buteri të jetë gati shkri, do t'i hedhim gjithashtu edhe vaj lule dielli, sepse kjo na ndihmon për zbutjen e petave, sepse kjo recetë e kërkon që petat të jenë të buta, jo të jenë krokante ose të shkrefta sikur është receta e baklavës. Kjo është një recetë si baklava, po pak më ndryshe, shkon ka ana e alegjynit ose si sarajlie, siç e quajmë ndryshe. Dhe pra kjo e kërkon gjithashtu do t'i pikim nga pak petat me këtë përzierje, buter dhe vaj, sepse petat e kësaj recete do të na duhen të buta. Dhe tani marrim petat që kemi hapur dhe vendosim tepsin sipër për ta prirë në formën e saj. Pjesët që mbesin pra nuk I hedhim, por I përdorim prap duke I renditur në tepsi, që asgjë të mos na shkojë dëm. Kjo na ndihmon që ta shfrytëzojmë gjithë brumin dhe të japim edhe më shumë shtresa baklavas. Dhe mos harrojmë të cekim edhe diçka tjetër, pjesa e fundit e sarajlies, baklavas ose alegjynit, sepse nuk di si ta quajmë, sepse kjo është një përzierje e tetrijave dhe pra kalojmë në temë. Pjesa e fundit duhet të jetë pak më e trash, pra do të hedhim më shumë peta tek pjesa e fundit dhe kur ta kemi gati pjesën e fundit do t'i hedhim mbushin që e kemi përgatitur më parë. Gjithashtu edhe mbushin mos harroni ta bëni pak me vaj
të cilin i kemi pik nga pak petat, sepse ajo sa më shumë i hedhim, aq më e mirë më e lëngshme bëhen, mbushja orat, pra do me thënë, dhe do të kalojmë tek petet pak që na kanë mbetur, t'i presim gjithashtu si që ishte procedura e pjesës e parë, në formën e tepsijës, do t'i hedhim pjesat e mbetura dhe do t'a përfundojmë, t'a mbulojmë dhe do t'a bëjmë prerjen. Dhe këtu është buteri të cilin do ta shkrim ku do t'ja hedhim pas prerjes. Tani vjen pjesa e prerjes dhe formimit të sarajlijes. Petet mund t'i formojmë në mënyra të ndryshme. Unë për vete kom vendosur me prisje në formë luleje, por ju mund ta bëni edhe në shkresa të thjeshta që e bëjnë një mbi një, si pamje si lakrori, shihet. Disa e bëjmë edhe si pamje grepi, kështu të gjata, kjo varet sipas fantazisë suaj. Kjo pjesë është edhe pak argëtuese sepse mundi me eksperimentu me forma edhe çdo sarajlije të dal pak më unike sipas shijes suaj. Pas prerjes do t'i hedhim buterin që e kemi shkrirë më parë, por duhet të keni kujdes se mos t'ja hedhim atë pjesën e bardhë të buterit, sepse kur të piqet ajo bëhet e zezë dhe duket pamja shumë jo e bukur. Dhe pastaj do ta kalojmë në furrë në temperaturë 180 gradë, të parangruar normalisht, ku do ta pjekim për 1 orë e gjys deri në 2. Pastaj gjithashtu edhe kom regjistru këtë pjesën për juve, që nëse piqet më parë pjesa mbi, atëherë mund ta mbuloni me 1 litër alumini dhe do t'i shkoj pjekja vetëm në mes të sarajlijes. Kështu që do ta ruajmë pjesën mbi. Kjo edhe varet sipas shijes suaj se sa doni ju me pjek. Për mua më pëlqen më shumë pamja si një pamje e verdhë, gold. Tani fillojmë me përgatitjen e shërbetit. Për shërbetin do të na duhet 500 ml ujë dhe 500 gram sheqer. Do t'i kalojmë në tenxhere, do t'i përzijmë dhe do t'i lëmë që të vlojnë. Nga momenti kur fillojnë të vlojnë, do t'i llogarisim për 10 minuta, do t'i lëmë që të zihen, ashtu duke lëshuar fluska ose duke vluar, pra do të vlojnë për 10 minuta. Shërbetin e kemi gati, do ta heqim nga zjarri dhe do t'i hedhim krejt në fund lëngun e limonit dhe gjithashtu dhe sheqer vanilje. Do ta lëmë të pushoj pak 1 deri në 2 minuta ose përndryshe derisa t'i hiqet ky ovulli. Dhe kështu dal nga dal kemi orë deri në fund, do ta kalojmë shërbetin tek sarajlije. Dhe mos harroni një këshill, shërbeti duhet të jetë i nxehtë dhe baklava duhet të jetë e vakët. Jo e ftoftë, por e vakët. Unë do t'ju tregoj vetëm diçka si demonstrim, sepse sarajlije duhet të pushoj pak më shumë, më së paku 1 natë dhe më së shumti deri në 4 ditë, sa më shumë që të pushoj, aq më e shishme bëhet. Dhe kështu dal nga dal kemi orë në fund të videos. Unë i përgëzoj gjithë ata që e kanë agjëru muajin e shenjtë të Ramazanit dhe gjithashtu ju uroj të